Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të ri jetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar. Përshëndetje. Kupa e Botës po shkon drejt përfundimit. Disa ekipe, njëra nga ato kryesorja, dosa që është prit më shumti, humbi mundësinë për shkuën finale. Është fjala për Francën. Tashmë e dim që finale do të jetë mes Argentinës dhe Spanjës. Ishte një muaj e gjysmë për futboll, me shumë befasi, po dhe me lojë e ekipe kombëtare shumë interesante. Po vjen ka fundi, me qenë se veç jemi ka fundi, ne po në Blitz intervju po tentojmë që të shkojmë drejt përmbylljes të kësaj kupës të botës sa më mirë dhe me musafir sa më të rëndësishëm. Këtë herë në Blitz intervju e kam musafir një futbollist e njohur shqiptar, ish futbollisti e kombëtarës shqiptare, tash menaxher i njohur i disa futbollistëve. Me mua studio sot në Gazeta Blitz është Eros Gveza. Eros, kam kënaqësinë që je në Blitz intervju. Kënaqësia është e vajinja. 2 gjysmëfinale të çmendura, Spanja me Argentinën kualifikohen tutjen. A ke minute që kur ka nisë këtë turne kështu ka më shkuar përfundu? Jo, nëse më kishe pyet mua, paktën po folje për gjysmëfinale, unë kisha favorizuar edhe Francën edhe Anglinë. Kom besu shumë që dyjat ka një ekip më të kompletuar se sa Argentina dhe Spanja, po që edhe spanjollët edhe argentinasit na treguan që jo gjithmonë favoriti fiton, edhe luajnë deri në fund, edhe i kanë arritur të shkojnë në finale. A patën futboll fati ndajherë lund rol, nuk është që lund rol në futboll, po edhe në sport përgjithësi. A ka pas Argentina edhe Spanja më shumë fat ndoshta se ekipet tjera? Jo, besoj që edhe Spanja dhe Argentina bën lojë më të mirë se sa kundërshtarët e tyre. Spanja neutralizoi komplet, domethënë Franca nuk e las në asnjë moment që dali te loja vet. Lojtarët më në formë, Mbappé, Olise ishin komplet, domethënë të neutralizuar prej tyne, e njëjtë edhe Argentina, besoj që mas marrjes gollit prej Anglisë e dominon komplet ndeshjen, edhe jo me fat do thoya me meritë të dyja të kaluan në finale. Si një ish lojtar, çka i ndodhi Francës dhe pastaj çfarë i ndodhi Anglisë? Po Franca besoj që lojtarët nuk ishin në gjendjen më të mirë tyre psikologjike, sepse u pan edhe Olise, i cili besoj që gjithë vitin ka bo si me klubin edhe me Francën, ka bo ndeshje të shkëlqyshme edhe perfekte. Këtë ndeshje nuk ishte fare i disponuar. Edhe Mbappéja edhe Dembélé gjithë, domethënë edhe mes fusha e Francës ishte shumë e dobët. Edhe po besoj që e kanë përgatitur shumë mirë ndeshjen edhe si Spanja, ashtu edhe si trajneri i Spanjës, ashtu edhe trajneri i Argentinës. E kanë përgatitur shumë mirë ndeshjen për kundërshtarën e tyre dhe besoj që me plot meritë kaluan në finale. Ka pas shumë, ta themi kështu, teori konspirative, posaçërisht rreth Argentinës. Qasjes të referëve, shkun dhe aty sa që para ndeshjes me Anglisë ikun një kompani e pat ato nuk e çunte mo Argentina, po Vargentina. A jeti që, a beson ti këtu teori konspirative që ka një farë komploti të FIFA-s, të gjithkujt që me fitu Argentina? Se edhe Trump i tha, çfarë futbolli pa Messin e Ronaldon? Po edhe në kam qenë njëri ndër ta, cilët në rrjetet sociale e kam një farë forme, kam qenë kundër këtyre gjërave sepse ndeshjen me Egjiptin. Ti me Egjiptin e ke pasur? Po, më duk sikur ndeshja me Egjiptin ishte shumë e favorizuar nga referët, nga gjyqtarët. Kur them gjyqtarët, domethënë ajo është FIFA. Ndoshta jam gabim, por që edhe mu ka duk pak që është favorizuar Argentina në këtë botror. Çka kanë ato
ku pati ato dyshimet kryesore? Dyshimet mas pari ishte te golli i dytë janë Olympi i Egjiptit. Besoj që ishte një super aksion, edhe është gjuna me ndalë një aksion për një faul, për një gjysmë faul do të thëja unë, i cili kishte ndodhur komplet te kornja e Egjiptit. Edhe një aksion individual i futbollistit të Egjiptit, një super kundërsulme dhe shumë gol i bukur, edhe gjuna është me anullu një gol t'il. Na patëm dhe rastin kur Messi njësoj shkeli komën mbrojtësit anglis, edhe nga i aksion në bo dhe gol i dytë. Edhe ka shumë raste cilët tash në rrjetet sociale normalisht që dalin gjithë kohës. Ka shumë njerëz që janë kundër Argjentinës edhe ata i bëjnë këto video edhe na shfaqin që ti shohim. Po janë më shumë video kundër Argjentinës. Shfaqin që të njëjtat faullat cilët Argjentinës janë bërë për ta, nuk janë referuar kundër Argjentinës. Kështu që nejsa ajo pak rëndësi ka se dje po më gjithë që ishte fitore me të vërtet shumë e merituar nga Argentina dhe dominoi komplet lojën, por që është favorizu për mendimin tim. Pse nuk ishte veç atë Argentina, për shembull ishte në rastin e Kroacisë me Portugalin, ajo fija e flokut lojtarit kroat. Qysh po duket një far konspiracioni që kanë ndosht këtë lojtarët e mirë që tërheqin edhe shikues dhe reklama mi pas sa më ka fundi. Në fakt Portugalia kishte Ronaldon. Nuk është vetëm kjo, është edhe një rast që është më i çuditshëm që unë do kisha thujt, kur nuk e dija Trumpi kush është fut aty që një karton të kuq. Po është kartoni i kuq, po shi edhe Trumpi, po. Mas ne ndodhe një rast, nuk e di në cilën ndeshje ishte, u bë gol edhe e ktheu prap kornën. Aty nuk e di cila ndeshje ka qenë. Ajo ka qenë duket me Norvegjin. Me Norvegjin. Norvegjia shënoi gol, po edhe u kthy faul prap edhe u gjyt prap kornja, domethënë e akordoi faulin, edhe prap u gjyt kornja. Kjo gjyk se s'pa dënim për faul. Po, edhe ka ndodhur disa gjëra shumë që di që ose ai kartoni që e kishte mbulu gojën, domethënë pak shumë jo logjike, shumë rregullat që janë ndru. Veç për këtë botror që ja kanë humb pak lezetin e futbollit, po se që ka qenë një botror shumë i bukur për gjithë ne. Ka me të marak që këtë botror që është, që s'kanë marrë pjesë as Kosova as Shqipëria. Po, edhe ma shumë më vjen keq për Kosovën, sepse kam pas një edicion super suksesshëm. Një Suedi e cila ishte në botror, na e kena mujt 2 herë, edhe në Turqia që shkoj, që na mundi neve, nuk bërë asgjë, nuk u kualifiku, kështu që normal që të met pak. Të vjen pak keq që s'kemi qenë edhe në këtë botror, besoj që kishim bërë shumë mirë, por që inshallah botrorin e ardhshëm, po i mbledhin forcat edhe fatin që tha ti, edhe pa fat faliova është ka pak. Tash po kthejmë prapë te realiteti, te futbollit. Kush mendon se fiton kupën? Pse? Më pas vetë mund gjysmëfinalen kisha thënë Franca me shumë bindje, po tash nuk e di, ma shumë jam nga anaj, jo që jam fan si Ronaldo, se besoj që po ka Ronaldo s'ka mbaru, po për Spanjën jam. Okej. Edhe kur thonë Ronaldo se kundër Mesit, po jam për Spanjën, se nuk e di, do i marr parasysh edhe këto që tham na që është favorizu pak Argentina, jam gjithmonë me këta më dopt. Edhe prandaj kam qenë edhe me Egjiptin kundër Argentinës, edhe gjithmonë kam i favorizoj këta. Favorizoj jo, po i pëlqej me kundërshtar më dopt. Po, fakt edhe edhe më kam pëlqyer këto Egjipti, plot do ekipe të vogla kom pas shef me fitu, sepse ka pak u lodh më dhe me këtë traditën më ditë sa janë 4-5 ekipet që shkojnë në finale, në gjysmë finale. Po, që me këta ka futbollin më të fortë, edhe përvojën më të madhe në kompeticione botërore. Po besoj që ajo dhe ekipe të vogla ju bën probleme pak më të mëdha, si Egjiptit, e tjerëve, ju bën pak probleme që nuk e kanë përvojën në ndeshje, që më s'ka shku asnjëherë në finale. Dhe ajo besoj që do është një farë ndjesie e veçantë psikologjike e cila të pjek më shumë se ndoshta 2 vjet që ke lu futboll dika. Po duhet me di që sot futbolli është bërë biznes,
Edhe normal që të ardhurat janë shumë herë më të mëdha kur Argentina avanson deri në finale se sa me shku Egjipti në gjysmëfinale. Kështu që duhet me kuptu edhe këtë pjesë, normal pastaj që favorizohen në një apo në tjetër mënyrë. Se futbollist ka qenë zbulimi më i madh i këtij turneu për ty? Më ka befasu ky mbrojtësi i Anglisë, Spencer, jo që lumë në ekip të vogël, po nuk e kam përcjell hiç, është lojtar Tottenhamit. Më ka befasu se ka një shpejtësi që rrallë herë shihet, edhe ndjen një ndërhyrje, e kam qenë shpe, isha normal tifoz me Anglinë edhe kam festu më shumë se sa kur e bëni gollën 1-0, kam festu çat ndërhyrje, kështu që nuk e di, ka shumë, po tash që më vjen kështu shpejt në mendje është ky, pak më afres për mbrëmshin. A kishe marrë menaxhim ose të nga këta? S'm kesh marrë mu. Po s'më që të merresh. S'm kesh marrë me punë normal që kisha marrë menaxhim, nëse kisha pas në lojtar. Kush ka bërë përshtypje që kishe marrë menaxhim? Po nga lojtar të ri, këta dy të Francës, Barcola edhe Doué, këta e kisha marrë se jona normal, na menaxherët këna qepe fitu ma shumë, këta kanë çmimin më të madh, kështu që këta dy e kisha marrë. Po ti po ata s'po ndoken shumë të ri, si po. Jo, ata i kanë janë 20. Kuptimi kanë emër. Po, kanë emër, por që i konsiderohen se lojtar të ri akoma me vjet. Mesin si shemara këtij Mesit, të kuptoj. Jo, unë jam plotësisht i sinqert edhe di që Messi është lojtari më i mirë në historitë të futbollit. Edhe më i mirë se Pele, edhe më i mirë se Maradona, sepse do të më këshyr ka pak lojtarë në kontekstin kur është luajt. Që futbolli 15 vitet e fundit ka evolu shumë, ka ndryshuar shumë edhe Messi prap ka ndajt në majë, domethënë edhe pse është bërë më modern, me taktik, me gjithçka ka ndryshuar, Messi gjithmonë ka qenë lojtari më i mirë i këtyre viteve, kështu që duhet më zgjat dorën edhe unë jam normal që pranoj që është lojtari më i miri, por që nuk është me qef ajo, është me nuk e di, ose të pëlqen ose nuk të pëlqen. Shumë e qartë, po. Pra ti po konsideron që Messi është lojtari më i mirë në historitë të futbollit. Po. Por ty s'të pëlqen. Jo që s'm pëlqen kështu si lojtar, por nuk e di, unë jam nërsa që kam qenë gjithmonë me Ronaldon edhe e kam pas atë si model vetë si futbollist, automatikisht bën me qenë kundër Messit. Po kthejmë pak te Rozgrezda dhe karriera e tij. Kur e kthen kohën pas, cili është momenti më i bukur i karrierës tënde? Kam pas disa momente të bukura, kisha të zgjedhni disa tek e fundit. Po, okay. Një ka qenë debutimi me kombëtarën e Shqipërisë, dyti ka qenë kur kam nënshkruar për Rangersin, tretin gollën e parë kundër Turqisë me kombëtarën e Shqipërisë. Këto trija. Për këto trijave, cilën e don? Dhe kisha cek Rangersin. Pra po ka qenë se është klubi më i trofeshëm në gjithë botën, edhe unë jam kon shqiptari i parë që ka luajtur për ta, kështu që me vërtet ka qenë moment krenarie si për mua dhe familjen tënde. Po Peternera, kush ka ndikuar më shumë në ndërtimin tënd si futbollist? Unë te Rangersi kam shku prej Osijekut, edhe kam pas vitin më të mirë të karrierës te Osijeku, trajner kam pas Zoran Zekić, edhe sot dhe kësaj dite jemi në kontakt. Bile tash si menaxher, po i kom impru, bile 2 oferte pa ta punë trajnerit që të shkojmë në një klub tjetër. Kam një super raport me to, edhe domethënë ai ka qenë, do ta kisha cek si trajnerin i cili më ka zhvilluar më shumë si lojtar. Edhe më ka ndihmuar jo vetëm brenda fushës, por edhe jashtë. Ke punuar me Gerrard, ke pas shumë përkrahje në Rangers. Çu kalon kujton ato ditë ndër më të mira që i bie që i ke pas karrierës? Po më thonë edhe në intervista të tjera këtë historinë time me Rangersin edhe me Gerrardin, nuk është që është një farë histori e bukur. E bukur ka qenë veç kur kam nënshkruar, mas neja ka nis me u vështirësu pak, edhe puna e lëndimeve, edhe puna e mos aktivizimit shumë, kështu që është një trajner edhe një njeri që unë kam shumë respekt për to, po në atë kohë kam qenë shumë ndryshe se tash, kam qenë shumë temperament edhe direkt nuk e kam pas problem, domethënë me ndesh edhe me një njeri si Steven Gerrardit. Po ka ca fyt, ë? Po ka ca fyt, po. Pse të bënte padrejtësi apo çfarë? Po në sytë tonë të futbollistëve ne gjithmonë kur s'luajmë neve na bëjnë pa drejt. Po besoj që problemi ka qenë tonë. Problemi ka qenë tonë. Na është mosha e re edhe nuk kemi qef më konë gjonat ndryshe edhe po nuk është gjithmonë faji të trajnerit nëse një futbollist nuk luan. Mas pari besoj që duhet më ja bëj pyetjen vetes pse s'po luaj.
Dhe kur ja bëre pyetje vetës, çka tha? Pyetën Tash përbas. Nëse tash më s'më thu për atëherë, kur Ja, edhe për atëherë kuptova. Po tash është shumë normal reagimi për atëherë. Po, tash kur ja bëj pyetjen vetës edhe i bëj edhe pyetjen lojtarëve të mi, ka plot që për shembull nuk kanë vështirësinë për klubet e vet, tani kisha thonë që problemi është te dhe duhet më ndru qasje ose në stërvitje, ose në ndeshje, ose në jetën jashtë futbollit. Domethënë, momentin që ti je në shtëpi duhesh me ditë 20 orëshin që të ka ngel, qysh me menaxhu dhe qysh me kalu në mënyrë më profesionale, se jeta e futbollistit është e shkurtë, edhe duhet me i shfrytzu çdo moment, çdo minutë që ta jep trajneri, çdo klub që lun duhet me shfrytzu, se shpejt i koha edhe nuk mundesh me kthy mo. Unë jam rasti konkret. Po, çfarë jete jashtë futbollit bën futbollistët? Çfarë jete jashtë futbollit bënte? Ku ishte në majët e karrierës e Rozhgezit? Shif, ti mundesh... A ka jetë mas pari pas futbollit? Po, normal, gjallina. Po. Ty e pas sa u shëndru futbollit dhe futbollistët një makineri? Jo, është e vërtet, shif, kemi rastin konkret, tash që më ra shpejt në mend është Dembele. Dembele në moment gjithë e dim kur ka qenë te Barcelona që ka qenë i fiksuar mas PlayStation. Po. Edhe unë kam pas njëtin problem. Edhe na nuk i shohim ato, mendojmë që okay, se kemi shumë kohë të lirë dhe po e kaloj diçka shkohen, fiksohesh domethënë je i varur prej PlayStation. Po ajo krijon probleme të mëdha, se domethënë edhe trupi lodhet, edhe truni të lodhet. Po, se ti je i fokusuar, se do më po. Edhe të shkon 3-4 orë ti as nuk i vren, edhe ato të kanë lodhur ty shumë fizikisht edhe psikikisht. Edhe kur u shkuan në Paris, domethënë në Barcelonë i kanë non-stop i lëndum. Kur u shkuan në Paris, ka ndryshuar komplet çastin edhe e ka fituar dhe topin e art vitën e kaluar. Kështu që besoj që jo vetëm PlayStation, normal është jeta e natës, është me nejt shumë jashtë me shoqëni, kafeve, ka shumë arsye adim se ty mund me të lënë mbrapa, nuk është vetëm një. Sa bën jetë profesionale futbollistët kosovar? Nuk bëna Kosovës e ka. Nuk e di, nuk është lojtarët e mi, për shembull jam në komunikim të shkurtë, i pyes gjithmonë me secilin kam kontakt, 1 herë, 2 herë, 3 herë në javë, edhe më shumë flasim për tema, domethënë profesionale, kështu që nuk e di se sa bëjnë, unë me tentoj edhe normal mundona non-stop një tregu sa rëndësishme është pjesa profesionale, po nuk e di. Si lindi ideja për që të bësh menaxher pas përfundimit të karrierës, ta themi kështu, aktive të lojtarit? E kam pas shef dhe kur kam qenë si ala nuk kam qenë profesionist, e kam pas shumë shef punën e menaxhimit lojtarëve, se nuk ka dok që di me i vlerësu mirë një talent. I kom pa pak me një sy ndryshe për njerëz të tjerë, edhe më ka pëlqyer shumë si fëmijë. Po masnej me kalimin e kohës kur isha të luajt si profesionist, jam marrë edhe me disa, i kam ndihmuar edhe disa lojtarëve, edhe disa lojtarëve edhe të ri. Në atë kohë edhe më ka pëlqyer shumë si biznes. Edhe kom ditë që mbas karrierës time si futbollist, do mirë veç me menaxhim të lojtarëve. Po, shumë interesant. Domethënë, ende pa u bërë futbollist profesionist, pas ke pas dëshirë me u bë menaxher profesionist. Po jam një djalë, jam një djalë që gjithmonë kam qef me pas planin bën xhep. Edhe nuk e kom menuar që kam me lënë kaq shpejt futbollin, po e kom pas gjithmonë planin B. Keni shumë lojtarë të mirë në menaxhim, si Raçi, Balaj, Tusha, Avdyli, Brutjet e tjerë. Transferimit e tyre i bëre ti në Europë. Sa e vështirë ka qenë? Është e vështirë se dikur që smirët me këtë punë, kujton që është vetëm një njoftësi, unë atë i kemi raportet e mira dhe unë e kryj punën atë. Është e vështirë se unë nuk se shumë pak ke lojtarë ose s'ki hiç që janë të kompletuar në Kosovë, se gjithmonë ka me pas një defekt, qoftë ai taktik, teknik ose fizikisht i dopt. Kështu që me kry një transfer, se unë i kam kry në klubet gjithë të mira europiane, me i kry në këto klube normal që është pak e vështirë, po kam emën të madhë në Kroaci, kam luajtur shumë atje edhe më hec fjala. Nuk është që i qoj shumë lojtarë, ata që i kam propozu për shembull edhe shumicën i kam mbaru transferat. Ju ka ndalë të mirë?
Ka dalë të mirë, normal janë të kënaqur, por që duhet me punu shumë se secili ka ato mangësitë e veta. Kështu që unë prandaj kam qef me i qunë klube të forta më spori këtu në Ballkan, që me u kompletu ala më shumë si futbollist, edhe që kur do me bëhet hapin e madh karrierës, të jetë gati. Me qatë ekipe serioze evropiane ki bashkëpunime, cilësore kështu ta? Unë bashkëpunim direkt kam me gjithë ekipet kroate, për Dinamo Zagrebit deri edhe në kategori 2 kam 3-4 ekipe. Në Sloveni kam 3 ekipet më të mëdha, kam domethënë raportin shumë të mirë, kam ekipen në Poloni, kam ekipen në Itali, cilët i kam kriju fal partnerit tim që është italian. Pastaj me ndihmën e partnerit italian, i cili e bën këtë punë që 10 vjet, ai ka shumë klube domethënë të mëdha direkt, për shembull kam njoftuar Juventusin, drejtorit e Juventusit, drejtuesit e Juventusit kam njoftuar fal ti edhe kësaj dite për shembull jam në raport mirë me ta. Po edhe një shumë, po kjo s'do të thotë që unë e kryj punën atje, domethënë kam qejf me i qartësu se këtu edhe në Kosovë edhe në Shqipëri na me atë mentalitetin që unë e kam mirë me ty tash në Juventus kam i qunë 3-4 lojtar. Po vërteta është që gjithë lojtarët duhet më konë të gatshëm edhe në momentin që me të vërtet kemi një lojtar i cili është gati për me bo një kalim t'il, normal që na kena me kry punën tonë. Shpesh thuhet se Kosova prodhon talente, por jo gjithmonë arrin t'i shes sa duhet, dhe t'a shes talentin sa duhet. Ku mendon se çalojnë ne në Kosovë? E thash, mas por infrastruktura është shumë e dobët, besoj që e din gjithë. Pastaj besoj që duhet me punu shumë që trajnerët specializohen hala ma shumë, sepse nëse një lojtar ka probleme taktike, e dihet që nuk është mësu mirë nga mësuesi vet. Kemi nevojë për stadiume të reja, kemi nevojë për trajner, domethënë më të specializuar, padash me fikër kërkon, po është e vërtet. Edhe këto dyja do i kisha cek. Çfarë cilësiesh lyp ti? Se sigurisht të afrohen futbollistë, ke kry transfere, ke kry do të afrohen. Po çfarë cilësie lyp ti te këta futbollista për mi marrë në menaxhim? Po nuk më thonë tash ti çka lypi, po është unë shkoj me një ndeshje për shembull. Tim ke thirrë me shku me pa dy kurrikun me Rami Sadikun. Edhe unë nuk kam asnjë lloj ideje kush lun atje çka është. Edhe ajo është me shije domethënë edhe mund dikush ta vret synin direkt. Edhe në momentin që ta vret synin kemë pas fokusin taj 90 minuta. Edhe nëse qatë 90 minutë shti ka ndodhë që unë jem bind me një loj, ose 45 minuta kam pa një loj, për shembull Traqit. Kam shku me pa me Sherifin vitin e kalum. Unë kam pa vetëm pjesën e parë dhe jem dalë nga stadiumi edhe të tajtën ka qenë ndeshjat, shtunën e kam pas ofertën për Hajdukut. Kjo ndodhë domethënë se unë jem bind, prandaj kam qef me shku mi pa vetë lojnat personalisht, se në momentin që më bind dikush shumë edhe më tërhek shumë, normal që kam me punu për ta dhe besoj që kam diçka, se në momentin që më pëlqen për me çu dikun, nuk është që veç du me marrë dhe me lon atë. Gjithë lojtarë që i marrë, kam qef me kriju një plan me ta, një rrugë sa më të mirë për ta që më u shpillu edhe me hecë përpara. A ka ndonjë talent shqiptar që që e shesit të tij dhe që mendon se shumë shpejt mundet me luajë një kampionat madh evropian? Talent shqiptar, po mendon edhe kampionatit të Shqipërisë të Maqedonisë? Po le të jetë, po besoj që ndoshta edhe Kosovës. Po, ka, e kam thonë me një intervistë më herët. S'po flas për këta që janë jashtë tash që janë dalë. Jo, këta që duhet me dalë. Po, e kam thonë në një intervistë tjetër që Arjanit Hasani më pëlqen shumë. Edhe është një lojtar, kualitetin e tij pak lojtarë kanë, edhe besoj që një lëvizje e tij në Evropë kish me qenë gjë më e mirë se atëherë kishim pa me të vërtetë sa i talentuar është. Se ne kemi super talenta në Kosovë dhe nuk dimë i vlerësu se është të luajtur në stadiume dhe në fusha shumë të këqija. Në momentin që del jashtë të shohim komplet një lojtar tjetër, edhe besoj që një prej tyre është Arjanit Hasani. Apo punon përmes Gujardika? Po, kam punua edhe kam sjell diçka, po që kemi pas pak të lashë, se normalisht me gjithë respektin për Tahir, ai ka pretendime të mëdha.
Shka i vjen kjo më të ndimet ma, sa mund të litet të? Mundet me kushtu kjo gotë ujë 2 euro gjithkund, Tahirin ashtë e manë çmimin 6, edhe për këtë arsye edhe... Këtë kemë qef me fitu shumë, po së në fiton më shumë se që mund. Nashta me bo 2,5 diqysh e shesëm, po 6 euro është ko gjë vështirë me shitë edhe meten frigorifer pas në gotë. Pse këto, pse me sa kam pa unë, në për vite, businessmen, kanë investuar në futbol, dhe investimi në futbol të Kosovës ka qenë shpenzim dhe humbje. Dhe gjithë këtë shpenzim dhe humbje, vite me radhë që kanë bërë, kanë menduar se do të mund të kompenzojnë ose me një transfer, ose nga daljet në lojra në Liga Evropiane, lojra Evropiane. A është kjo mentaliteti ende që e kanë klubet, se po ndërlidhem këtu me këtë çmimin 6 me 2,5? Besoj që shembull i konkret është drita. Gjithë problemet e klubet kosovare pse nuk janë suksesshëm, pse nuk mujnë me qitë bilancin pozitiv në fund vitit, është tek keq menaxhimi i klubit edhe te investimi i pakt. Unë garantoj me gjithë dijen temes që kam për futboll, nëse një klub X në Kosovë investon 5 milion euro, që e di që janë shumë pare, po nëse ishtin 2, mundesh me gjetë edhe 3. Nëse bën dikush 5 milion euro investim vjetor, unë ta garantoj që ai ka me pas bilancin, nëse jo plus, bile ka me pas neutral. Pse? Se me 5 milion të kemi pru 10 super lojtar, kemi rrit rruga. Edhe me ata 10 lojtar ti, unë më besoj që je pretendent për me fitu titullin e kampionit në Kosovë. Automatikisht cilë të ardhëra tjera dhe ti më nëshme bo edhe 2-3 lojtarë tjerë mi marë edhe me shku mi siguru garat e Europiane në Conference League. Mjafton një turn ose 2 me i kalu në Champions League edhe me shku në Conference League dhe më thonë pak në play-offin e kitë sigurt edhe besoj që se ki probleme e kalu. Njëjtë si ka bo drita vitën e kalu. Dhe drita ka, nuk ja di as kujt dhe më thonë bilancin vjetor si që kanë klubet, po e di që drita ma të të mendën teme e ka ma të madhin në Kosovë. Për atë arsye dhe ka menaxhimin shumë të mirë të gjithë sektorave kanë super menaxhim. Edhe prandaj janë edhe të suksesshëm. E unë përsëris, nëse një klub investon 5 milion, 6, 7, 8, nuk e di mas ne, ai ta garantojnë që ka me pas bilanc pozitiv në fund vitit. Si jetojnë menaxherët e sportit, këtë rast futbollit, domethënë. Si është ajo sistemi i të hyrave? Fitoni nga një transfer, apo, se me thonë, keni përqindje gjatë të kohës të lojtarë që transferoni. Si është kjo me çka mahën? Unë personalisht për të foli, dhe me thonë... Po flasë për çmime, po flasë kështu si me thonë për strukturë, për sistem, për organizim. Po çdo transfer, çdo lojtar është dallon për tjetrit. As nuk ka një ligj në botën e menaxherit që domethënë kemi fitu kaq pikti, ose kemi fitu për secilit në njëjtën mënyrë. Po qartë. Çdo transfer dallon, edhe ka të bukurinë e vet, ka të stresin e vet çdo transfer. Unë personalisht që një vjet e gjysmë që bëj këtë punë në mënyrë profesionale, tash jam licencuar nga FIFA, edhe unë jetoj shumë mirë, kam pas të ardhura shumë të mira, shqyr Zotit. Po edhe me të vërtet jam 24 orë përveç faktit kur flenë gjumë, orët e tjera jam në këtë biznes. Është në fillim nashta edhe kom përjetu ma keq një dështim në momentet e fundit një transferit. Emocionalisht e kom përjetu keq, por që tash kom marrë shumë eksperiencë edhe jam shumë okej që nëse një punë bëhet ose s'bëhet e di që bëhet diçka tjetër. Edhe nuk mërzit na vazhdoj me njerë kalej në faqe tjetër. Ke realizu shumë transferime. Ku është ai ngacmimi? Është parja që e fiton apo ideja që e ke transferuar, apo dyat bashkë? Në dyat bashkë, besoj që është krenari edhe normal që është një privilegj kur e bën një transfer. Po flas për transferet ndërkombëtare kur bëj. Edhe parja ka normal atë lezetin e vet se din që je mundu, ke punu për me arrit diçka cilën ti ki mu kone knasën. Ka dhe transfere për shembull që ti pret diçka dhe del komplet diçka tjetër, por që
unë se ja kom nisën këtë biznes edhe normal që s'do më thonë që një transfer fitoj ma shumë, një transfer fitoj ma pak, nuk është që ndikona heq pesa e puna. Tha që e ke marrë licencën e FIFA-s për menaxher. Çush ka qenë ky proces? A ka qenë i vështirë? Është shumë i vështirë. Shkoj kjo? Është shumë i vështirë, po janë 20 pyetje, duhesh me i pas sakta 18 përgjigje të sakta duhesh me i pas. Dhe jenë monitorimin e 3 kamerave, ato e kryen ti në shtëpi. Je gjatë gjithë kohës në përcjellje dhe nuk ka në e farë mënyre që ti me buna e farë dallaverit që kena bu këtë nërë në për klasa, në për shkolla fillore. Po që edhe janë pyetje shumë të komplikume, janë pyetje shumë logjike, edhe kështu që duhesh më konë, në të vërtet duhesh më përgatit mirë për këtë farë punë. Për shembull, çfarë pyesin edhe? Pyesin... Për shembull, një pyetje. Atë të kujtohet nështë? Po mërë që s'më kujtohen, i ka pas shumë, po për shembull është me... Që ka po përshtypje ty edhe që ka qenë ashtu... Po që është... Që të ka sfidu në aspektin logjik. Unë matematikë më konë shumë i mirë. Edhe kam qenë një ndër nxënësat më të mirë në klasën matematikë, edhe tashti training compensation i lejtarit, dihet sa është nëse të kalon prej Kosovës në një klub evropian. Edhe ata ta kanë bërë për shembull nëse ka qenë 4 vjet në këtë klubin, 3 vjet këtu, edhe tash duhet me i mbledh. Sa ka me qenë shuma këtij edhe duhesh ti me përdor pak tash edhe trunin, nuk është vetëm pyetje ABCD, po duhet në mënyrë matematikore me zgjidh çfarë pyetje. Kështu që po duhesh më përgatit me vërtet shumë, por që unë e kom marrë shqyqyrë tash sukseset gjithë tjera kush do më bëu menaxher, me kalu këtë farë testi. Fole pak për Kosovën, edhe për faktin që të kam met merak edhe ty që nuk ka qenë në këtë botror. Për pak nuk shkoma në Europianin e kalum, 2 herë me për pak e ishim. A sheh Kosovën në Europianin 2028? Definitivisht po. Pse? Se nuk kemi më... Po ka ndrua dhe mentaliteti. Ka ndrua dhe mentaliteti shumë i lejtarëve dhe shifet. Mo nuk kemi nëse para 5 vite kur kena luajtur me, për marrë shembull, me Gjermaninë, jemi ndjerë shumë inferior edhe kemi pa lojtar me emra në fush. Edhe jemi friksu. Nuk pak inferior ndaj Turqisë me lojë. Po edhe me Turqisë një shifër, jo, nuk besoj që jemi ndjerë inferior, kena bërë një ndeshje shumë të mirë. Po jo në potencialin tonë të plot. Okej, po edhe ka qenë presioni shumë i madh, jo për shkak kundërshtarit, por për shkak peshës së asaj që na pret nëse kalim këta. Publikut, po. Jo e publikut, po domethënë ti me ditë që ke keqet ndeshje, fiton edhe kemi shkuar në botror, edhe është suksesi më i madh i gjitha kohërave futbollit të Kosovës, është presioni i madh. Ajo ka qenë pesha që unë e vlerësoj. Atë është e pesha. S'besoj që ka qenë kundërshtarja që na ka jap presionin. Por shoh që tash edhe shumë lojtarë të luajnë në Evropë, gjithë lojtarët domethënë luajnë edhe me Mbappén edhe kundër nuk e di lojtarëve shumë emën domethënë europian edhe janë mësu se në momentin që luan një herë ti që taj farë ajo ndjenja domethënë ai emocioni që e kisha e kam pas edhe vet. Edhe unë kur kam luajtur me Spanjën herën e parë, kur i kam pa Piquén, e kam pa Sergio Ramos, Jordi Alba, s'desha kur më veke topi unë kisha ata në fytyrë. Kështu që e kalon mas ne ato. Mas ne kur kum luajtur me Turqinë, unë s'ma kanë kush është Çalhanoğlu, kush është ky, kush është ai, e kum bë goll. Edhe besoj që këta kanë kalu Kosova dhe pra janë rrit shumë në aspektin moral, edhe kualitetin aty e kena, s'është në pyetje hiç. E besoj që kena më shku 100% në Evropian. Ka qenë një rritje i mirë i rezultateve në të fundit. A ka Kosova mjaftuar talent për me marrë këtë ritëm të mirë të rezultate edhe viteve të ardhshme? Si ke fjallën se s'më... Rritje mirë rezultateve të kombëtarës. Kishte rezultate të mira, si me thonë, vitet e fundit, ndeshjet e fundit. Po jo, me mendimin tam është që veç kena më shku mirë më mirë. Tash, jemi në rritje edhe po na bashkojnë lojtarë tjerë tani që janë super lojtarë, që luajnë në super klube, edhe normal që kena më pas rritje. Ke luajtur me emrat më në fushë, përmende disa. Se të ka bërë përshtypje më shumë? Për ka kualiteti? Për ka kualiteti, po. Isko më patlon shumë përshtypje, u konë një futbollist që ju le pike topi për kume, edhe nuk ka mujtë kërkush me ja prek, edhe e kom pas ofër aty edhe shisha me çfarë thjeshtësie i bën sanat e bukura për sy.
Kërkaherë thonë edhe trajnerat luaj thjesht, po edhe thjesht me luajt aq thjesht është shumë vështirë. Okej, Edhe shumë e bukur. Edhe isko më patjap çat ndjenjë që kum luajt edhe me të tjerë, po ai më patlon shumë përshtypje. Edhe ka qenë atëherë në Real Madrid edhe në formën e tij më të mirë. Në qatë kohë edhe ai ka qenë një ndër lojtarë që kur kemi luajtur më ka pëlqyer më shumë. Po Kroacinë që është, ke luajtur në Kroaci gjatë. Si e ke pa edhe në botror për ligën kroate tash? Në botror merr shumë keq që eliminohen prej Portugalisë, pjesë dytë kanë dominuar komplet lojën edhe ai golli për mendimin tam ka qenë i rregullt, edhe nuk e di se çfarë ishte bëu mas nej. Po Kroacia të kaluamën i ka eliminuar edhe Spanjën edhe kombëtarët e tjera, u shku edhe në finalet botrore të europiane, kështu që besoj që ta kishin kaluar Portugalin, kishin me kompanie potencial të madh. Tash ndodhi që mbas shumë vitesh u ndru trajneri. Erdhi trajneri i ri edhe nuk e di se si do jetë kampionati, kurse sa i përket kampionatit kroat, është kampionati më i mirë për neve në botë, e kisha thënë, se është kampionat shumë i lehtë për mu luajt, tu i dallu me të Kosovës, po është kampionati i cili vlerësohet mas shumë ti në Evropë. Edhe një vit i mirë aty ta ndron karrierën, kështu që besoj që për futbollistët kosovar prandaj edhe në bëj çmos që me i çunë për klubet kroate. Se di që mas ne hapin tjetër. Është shumë e mirë për departim jashtë. Po, e di që hapi tjetër mbas Kroacisë është një hap gjigant. Nëse i shkon mirë në klubin kroat, për shembull Brutit, nëse lun vazhdimisht këtë vit në Hajduk edhe bën një sezon të mirë, unë e di që kena me bën një hap gjigant. Në kthym perspektivë, cilën këshilla kishe për Eros Grezës 18 vjeçar? Koncentroj vetëm në futboll dhe sakrifikoj gjithçka për futboll. A nuk e koncentru shumë në futboll apo çka Eros? Po përderisa të them që si më koncentru shumë edhe kum pas fokusin edhe në gjëra tjera, si më kon mjaftuar. Pa nuk është kjo a nuk është kjo normal jeta e futbollistit? Ka shumë kamera, ka shumë vëzhgim, ka shumë famë, është shumë vështirë me mendu vetëm topin. Po nëse se mendon vetëm topin, mendoj se kemi jetu që më kon nesër i gatshëm për topin. Më thonë më kon sa më i pushueshëm, mos më lodh me asnjë lloj, asnjë faktor i jashtëm, mos më të mërzit, mos më të lodh. Duhesh me gjet atë me më thonë atë faktor i cili ty të bën të fokusuar edhe të bën me jetu për futboll. Unë e kam pasur, kam luajt në Rami Sadik, kam luajt në kategori 2 të Slovenisë. Edhe më shku në prova në Lokomotiv Zagrebit. Edhe po kom jetu për futboll e më kon 24 orë, edhe kur kom flajt, ondrat e kom pa me top. Para çdo ndeshje, në kur lysha në Lokomotiv, gjithmonë më kap ke emocioni i madh dhe mu në ondra më delshin çka më bënë nesër gol. Nashta se bëjsha po. Edhe ne kisha edhe kur gjum ndroi golla, po. Futbolli ka qenë jeta dhe në totale jotja, po. Po, kurse me kalimin e viteve mas ne edhe kur bona transfer të madh, nashta edhe pak papjekurin do kisha fajsu temën, edhe nuk jem kon i fokusuar te futbolli 100%, shumë kohë më herë. Edhe nuk është çdo dështim ose çdo sukses nuk është i rastësishëm, besoj që është mënyra se si ti jeton me në qatë moment. Në qoftë se për një më i kushtohesh çdo moment, çdo ditë i kushton rëndësi të madhe profesionit tënd, siç i kushtojnë tash për shembull menaxhimit lojtarëve, edhe punës së agent. Edhe ne di që komo koni suksesshëm se gjithë me energjinë time ditore unë ja japi kësaj pune. Eros, nuk mendoj që nuk autokritika kështu, dhe kritika është e shtyn përpara një individ, por mendoj që në futboll ke ofruar mjaft edhe vetes po edhe tjerëve, kështu që kur nuk është boll nashta, 10 vjet ma vonë gjithë secili kishim bën ndryshe. Besoj që gjatë kohës sa ke luajt aktivisht futboll e ke bë më të mirë në mënyrën që ke ditë atëherë me bë. Dhe kur gjë nuk është dash me të mbet merak për asaj kohe, sepse njerëzit e bëjnë veprimet në momentin zan. Unë besoj që secili futbollist do ta luajë të një lojë ndryshe në momentin që përfundon loja. Mos klasim për me gjatë. Jo, po asune nuk më të merak për shembull gjithë që i kam bë, normal që i kisha bën ndryshe, po dhe jam tip që i kaloj shumë me thonë si me sportivitet këtë sene, këtë edhe problemet, edhe momentet e këqija. Edhe i konsideroj krejt si një mësim
i cili duhet më mësu edhe mos më përsërit. Gabime na është ta bëj ala edhe në biznes, edhe në punën si agent bëj ndaj gabim për shkakun se them të nesër mi të kisha bën ndryshe, po që e konsideroj si mësim për mos më bëj herën tjetër. Në Kroaci, ke luajtur atje shumë, çfarë historit ku ke kaluar mas mirë? Në Osijek kam kaluar mas mirë, kam pas tash edhe më herët, kam pas vitin më të mirë si futbollist. Edhe më të suksesshëm, kështu që në Kroaci thash edhe kam emën shumë të madh atje, kam respekt ndaj njerëzve dhe më respektojnë në njëjtin mënyrë. Edhe një ndjej si shtëpinë e dytë, edhe e kam në fakt shtëpinë në Zagreb, po që ndjej bashkë si shtëpinë time e dytë Zagrebin dhe Kroacin. Eros, faleminderit shumë. Je shumë i zonë. E di që ki punë, kjo është sezona jote. Po. E futbollista ndoshta jo, po e menaxherëve po. Kështu që të falenderoj shumë edhe Ishte kënaqësi dhe shpresoj shumë faleminderit dhe shpresoj që të bëjmë një intervistë tjetër me ala më shumë suksese, shumë transfere. Po inshallah. Faleminderit shumë. Botrori ka filluar, oferta po mbaron. Ashtu si çdo kampion kërkon momentin e duhur për të shënuar, edhe ti ke mundësinë të bësh lëvizjen që ndryshon të ardhmen tënde. City Sky nga Enos Kaptan sjell standard të rijetese në zemër të Prishtinës së re, 20% zbritje promocionale për një kohë të kufizuar.